Produksioni M7 ju prezanton Rëndësia e familjes në Islam. Të gjithë jemi dëshmitar për problemet e shumta që ndodhin përreth. 15 vitet e fundit janë vitet cilat kanë shënuar rekorde të papara ndonjëherë në numrin e problemeve. Çdo vit dëgjojmë statistika të reja që tregojnë se përqindja e shkurorzimeve është shtuar frikshëm. Më parë fjala shkurorzim apo divorc ishte vështirë dhe dëgjoj shumë rrallë, ndërkohë që sot ajo hyn në fjalët më të përdorshme mes të çiftit martuar. Gjithashtu, ideja që një familje shpërbëhet dhe ndahet nuk përbën më një lajm të kopshëm dhe të rëndë. Vallë, çfarë po ndodh me njerëzit kështu? Shohim se përqindja e të rejave të pamartuara është shtuar shumë. Ka filluar të bëhet e zakontë të dëgjojmë që filanja i ka kaluar të 30-tat dhe akoma nuk është martuar. Madje askush nuk ka trokitur nderën e saj t'i kërkoj dorën. Konfliktet janë shtuar, kurse mirëkuptimi dhe harmonia janë paksuar. Marrëdhëniet e ngrohta që ekzistonin dikur kanë filluar të ftohen. Këto probleme nuk janë probleme të një dite apo një viti. Ato kanë vite që grumbullohen dhe akumulohen. Shohim gra dhe burra që nuk din cili është roli i tyre. Konflikte, akuza, dëshpërim, jetë monotone. Dëgjojmë rreth burrave të martuar cilët krijojnë lidhje të reja jashtëmartësore nëpërmjet çetit dhe internetit. Njëjtën gjë bëjnë edhe shumë gra. Marrëdhëniet jashtëmartësore janë përhapur në masë, gjë e cila do të ndikojë drejt për drejt në marrëdhëniet mes çiftit pas martese. Gjitha këto dhe të tjera janë gjëra që na shqetësojnë gjithëve. Ato janë kambana alarmi të asaj që po vjen. Gjëja më e frikshme dhe më e tmerrshme e këtyre fenomeneve që po përhapen edhe në shoqëritë tona muslimane është se familja ka qenë dhe do të mbetet shpresa e vetme për rimëkëmbjen e këtij umeti. Siç e dim dhe siç e shohim gjithë, umeti musliman është në krizë sot. Ati nuk i ka mbetur mjet shpëtimi sot përveç familjes. Nëse dhe familja rënohet dhe shpërbëhet, atëherë si mund të jetë gjendja e umetit? Mos duhet presim edhe 300 vite tjera derisa familja të ngrihet përsëri në këmbë dhe paralelisht të ngrihet edhe umeti? Edhe 300 vite tjera? Gjendja jon i përngjan dikujt që ndodhet mes të oqeanit. Ajo që e mban sipër ujin dhe e ndihmon të mos mbytet është vetëm jeleku i shpëtimit. Nëse e humb jelekun, ai është i mbytur. Umeti ynë sot ndodhet në mes të një deti gjithdallg, cilët janë të gatshme të përpinë dhe ta dërgojnë në fundin e oqeanit. E shpresa e vetme për cilën është kapur ky umet është familja. Perëndimi është dalluar dhe gëzon superioritet ndaj muslimanëve në shumë fusha: ekonomike, politike, ushtarake, kulturore. Fusha e vetme ku ne ndihemi superior dhe më të suksesshëm është ajo e familjes. Në konferencën e familjes të organizuar nga organizata ndërkombëtare e familjes, foli dhe përfaqësuesi i familjes së botës arabe. Kur erdhi radha për të folur, ai tha: bota perëndimore ka avancuar në shumë fusha dhe aspekte ndaj asaj lindores. Por, ne kemi një faktor të cilin, nëse do dim ta shfrytëzojmë siç duhet, për 50 vite do të udhëheqim botën.
njëtin faktore keni edhe ju, por nëse do vazhdoni ta neglizhoni siç keni bërë deri tani, për 50 vite do ta shihni veten në fund të botës. Faktori i cili vazhdon të jetë i fuqishëm te ne dhe që ju e keni neglizhuar është familja. Këto që po themi janë më të vlefshme se 1 milion mësime mbi moralin. Janë më të vlefshme se 1 milion mësime dhe ligjërata mbi adhurime si namazi, agjerimi e tjerë. Nëse familja do t'jetë mirë, e gjithë shoqëria do t'jetë mirë. Frontet për mbrojtjen e umetit janë të shumtë, por fronti më i rëndësishëm, fronti që me rënjën e tij shpallet edhe rënja përfundimtare e umetit, është fronti i familjes. Prandaj duhet që secili prej nesh të kapet fort pas këtij fronti. Mos thuaj që e gjithë shoqëria po shkon drejt rënjes, degenerimit dhe shpërbërjes, por përpiqu që familja jote të jetë e konsoliduar. Secili prej nesh duhet të kapet fort pas familjes së tij. Një individ dhe më pas një shoqëri mund të formohet nëpërmjet 4 institucioneve të rëndësishme. Në 1, mjetet e informacionit, 2, xhamia, pra objektet e kultit, 3, shkolla dhe 4, familja. Mjetet e informacionit dhe mediat janë institucioni më i përhapur dhe me ndikim më të madh, por nuk ka ndikimin më të thellë. Nëse fëmijët e tu janë edukuar me vlera dhe virtyte që në vegjëli, 1000 kanale televizive e kanë të pamundur që t'ja ndryshojnë mendjen. Institucioni i arsimit, sidomos në ditët tona, vuan nga shumë probleme. Numri i nxënësve dhe studentëve është gjithmonë rritje, kurse mësuesit dhe pedagogët e specializuar dhe me eksperiencë janë të pamjaftueshëm. Institucioni i tretë, xhamia, padyshim që ka rol të rëndësishëm. Po nëse marrim një individ të edukuar keq në familje, edhe pse mund t'i sigurojmë mësuesit dhe hoxhallarët më të mirë, do të ishte e pamundur të edukohej siç duhet. Këtë unë e them nga eksperienca ime personale në xhami. Për të përmirësuar sjelljet dhe moralin e dikujt që është edukuar keq në familje, kërkohen kapacitete, energji dhe përpjekje shumë të mëdha. Dhe institucioni me ndikimin më të thellë, padyshim që është familja. Ajo është institucioni që mund të ndikojë, madje garanton mbarvajtjen e 3 institucioneve tjerë. Ti, si prind dhe familje, e ke në dorë nëse do t'i lejosh apo jo fëmijët e tu të shohin programet e filan televizionit. Ti e ke në dorë nëse do t'i arsimosh fëmijët e tu në filan shkollë apo jo. Ti e ke në dorë t'i dërgosh në xhami ose t'i pengosh nga shkuarja në xhami. Familja është shpresa e fundit dhe me ndikimin më të thellë. Edukimi i mirë i fëmijës nuk do të thotë vetëm t'i sigurosh kushtet e arsimit, por para së gjithash t'i sigurosh një atmosferë dhe ambient të përshtatshëm për mirë edukim. Të krijosh një atmosferë harmonie dhe mirëkuptimi, ku fëmia ta shoh mëshirën e babait ndaj nënës së tyre dhe respektin e nënës për baban. Ai duhet t'i shoh të dy duke u falur bashk. Ai duhet ta shoh dhe ndjej që babai nuk pranon të fusë në shtëpi pasuri të fituara në rrugë të pandershme. Ai duhet të ndjej për kujdesin e tyre që i mësojnë si të sillet në rrugë, në shtëpi, në shkollë. E nëse një fëmijë edukohet në këtë mënyrë, kur mos ia ke frikën dhe merakun. Lere të udhtoj jashtë për studiuar,
pasi një fëmijë i tillë nuk do të devijojë. Leret njihet me gjithë llojet e njerëzve, pasi nuk do të mund ta mashtrojë dot. Edhe gjatë adoleshencës, që është faza më e vështirë për një individ, nëse është edukuar mirë në familje, pas kësaj etape do bëhet edhe më pozitiv se më parë, do të bëhet edhe më i mirë se që prisje ti. Me këtë, sikur Zoti thot, me që fara jote ishte e ndershme dhe e rregullt, kjo bimë nuk do të thyhet dhe dëmtohet kurrë. Edhe nëse institucionet tjera të formimit do të ndikojnë negativisht, ky fëmijë do të kthehet në rrënjët dhe origjinin e tij. Ummeti musliman nuk ka shpresë dhe front tjetër tek i cili të shpresojë përveç familjes. Gjithë ata të rinj dhe të reja që presin të martohen dhe të krijojnë familje, duhet të zgjedhin bashkëshortë të denjë për misionin që i pret. Po të lexojmë ajete të cilat flasin rreth familjes. Ndjen brenda në vetvete që familja është gjëja më e shtrenjtë dhe me vlerë në këtë botë. Thot Zoti në Kur'an: dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortë tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Rum 21. E veçantë se ajetet që janë para këtij ajeti dhe pas tij janë ajete që flasin mbi fenomene natyrore madhështore. Për shembull, ai krijon të gjallën prej të vdekurës, krijon të vdekurën prej të gjallës dhe gjallëron tokën pas shkretimit të saj. Në të njëjtën mënyrë do të ktheheni edhe ju në jetë. Një prej shenjave të tij është që ai ju krijoi prej dheut. Pastaj ja, tashmë ju jeni njerëz të shpërndarë në gjitha anët. Rum 19:20. Ndërmjet shenjave të tij janë krijimi i qiejve i tokës dhe shumë llojshmëria e gjuhëve dhe e ngjyrave tuaja. Padyshim, në këtë ka shenja për ata që dinë. Të tjera shenja të tij janë gjumi juaj natën e ditën dhe kërkesa e juaj nga dhuntit e tij. Vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që dëgjojnë. Gjithashtu prej shenjave të tij janë paraqitja e vetëtimës si frikë e shpresë dhe dërgimi i shiut prej qiellit, që nëpërmjet të tij të gjallërohet toka pas shkretimit saj. Sigurisht, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Dhe një prej shenjave të tij është që qielli dhe toka qëndrojnë sipas urdhrit të tij. Pastaj, kur t'ju therras ai në një të thirrur, ju për njëherë do të dilni nga toka të ringjallur. Atij i përket gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Gjithçka i përulet atij. Rum 22-26. Gjithë këto ajete flasin mbi madhështinë e universit. Kurse në mes këtyre ajeteve që flasin mbi universin, Zoti ka vendosur ajetin që flet mbi familjen dhe bashkimin mes dy personave në një lidhje të shenjtë, atë martësore. Dhe prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortë tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Rum 21. Duke vendosur familjen mes dukurive më madhështore në univers, sikur Zoti kërkon të na thotë se boshti dhe qendra e gjithësisë dhe universit është ajo bërtham e cila e ka emrin familje. Në një ajet tjetër, Zoti i Madhëruar thotë: Allahu ju ka dhënë shtëpi për të banuar. An-Nahl 80. Shtëpia është simboli i qetësisë dhe rahatisë.
Me këtë, sikur Zoti na thotë që nëse kërkoni qetësinë dhe rehatin, atë gjeni në shtëpi tuaja me gruan dhe fëmijët. Për fat keq, shumë njerëz e kërkojnë qetësinë dhe rehatin në kafene me shokët. Të tjerë e mendojnë duke qenë në shoqërinë e miqve. Kurse Zoti na thotë që qetësinë dhe rehatin e vërtet do e gjesh vetëm në familjen tënde, me fëmijët dhe gruan. Kjo nuk do të thotë që të mos dalësh të pish një kafe me miq dhe shokët e tu. Kjo nuk do të thotë të shkëputesh nga jeta shoqërore, të mos merresh me sport. Gjitha këto ndikojnë në lumturinë dhe qetësinë, por boshti dhe qendra e kësaj qetësie shpirtërore është në familje. Por a e gjejmë qetësinë që na mungon, rehatin dhe lumturinë mes familjeve tona? Apo bëjmë çdo jetë e mundur të gjejmë një justifikim për të shkëputur prej tyre qoftë edhe 2 apo 3 ditë? Thot Zoti në Kur'an: është ai që ka krijuar prej ujit njeriun, e ka vënë në lidhje me fis nga gjaku dhe nga martesa. Zoti yt është i plot fuqishëm. El Furqan 54. Me këtë, Zoti na tërheqë vëmendjen te fakti që ky çift që tashmë ka krijuar familje dhe kanë fëmijë, në origjinë janë 2 spermatozoide që kanë plenuar 2 vezor. Këtë lidhje të tillë Zoti e ka shenjtëruar dhe e ka bërë bërthamën e një shoqërie muslimane, e cila do zbatoj urdhrat dhe vullnetin e Zotit mbi tokë. Vallë, a i kemi respektuar vullnetin e Zotit dhe objektivin e tij me familjen? Zoti e ka bërë obligim dhe detyrë që të krijojnë familje të ndershme. Sa e kemi realizuar këtë? I martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat ndër ju, si dhe skleverit dhe sklavet tuaja që janë besimtar të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu do t'i begatoj ata me dhuntin e tij. Allahu është i gjerë në mirësi dhe i gjithdijshëm. En-Nur 32. Në këtë ajet, Zoti urdhëron të rinjt të martohen. Ai siguron që edhe nëse kanë kushte të vështira ekonomike, është vetë Zoti ai që do t'ua lehtësoj ekonominë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: nëse dorën e vajzës tuaj e kërkon një fetar dhe njeri moralshëm, atëherë pranojeni këtë lidhje. Në të kundërt do të ndodh fitne në tokë dhe degenerim i madh. Thot Zoti në Kur'an: vërtet, edhe para teje ne kemi sjellë të dërguar, cilëve u kemi dhënë gra dhe pasardhës. Ar-Ra'd 38. Kur Zoti deshi t'i lëvdoj profetët që ka dërguar, përmendi familjet dhe fëmijët e tyre. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: martesa është prej traditës time. Kush distancohet nga tradita ime, është distancuar prej meje. Ai ri që thot se nuk dua të martohem, dua ta shijoj rinin, dua të bëj qejf, sikur i thot profeti sallallahu alaihi wasallam: unë nuk të dua ty e as traditën tënde. Martesa dhe formimi i familjes nuk shihet vetëm si traditë në Islam. Ajo konsiderohet një nga adhurimet më të vlefshme. Thot Zoti në Kur'an: o ju që keni besuar, i respektoni marrëveshjet. El-Maide 1. Në marrëveshje hyn gjitha kontratat dhe marrëveshjet në shitblerje apo çfarëdo tjetër qoftë. Një ajet tjetër, Zoti përmend dhe një marrëveshje tjetër, cilën e përshkruan si marrëveshje dhe beslidhje të rëndë. Thot Zoti në Kur'an: kur ju i jeni dhënë njëri tjetrit dhe kur ato kanë marrë nga ju besë të fortë. En-Nisa 21. Është marrëveshja e vetme cilën Zoti e quan si besë të fortë në Kur'an. Dhe kjo është marrëveshja dhe lidhja martësore. Në ato qaste që ti
o i ri, bën lidhje martesore me një femër. Dije se ke Zotin si dëshmitarin dhe vërtetuesin më të madh kësaj lidhje. Me fjalët e pranoj atë si gruan dhe bashortin time, sipas fjalëve të Zotit dhe porosive të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në radhë të parë, ti jep besën Zotit se do ta trajtosh këtë grua me respekt dhe dinjitet. Ti ja jep besën se do të ndërtosh një nga vlerat më të rëndësishme mbi tokë, familje. E Zoti i ka ndaluar marrëdhëniet jashtëmartesore, pasi ato shkatrojnë dhe e minojnë jetën familjare. Zoti ka caktuar ndëshkim shumë të rëndë për tradhtinë bashkëtorë. Edhe pse Zoti është falës, i mëshirshëm, në rastin e tradhtisë bashkëtorë, ai është i patolerueshëm. Pasi përcakton ndëshkimin e tyre që kryejnë tradhti bashkëtorë, Zoti thot: lavirën dhe lavirin ta rrihni çdo njërin prej tyre me nga 100 goditje. Të mos ju pengoj kurfar mëshire për të kryer detyrën e fesë Allahut, nëse besoni Allahun dhe ditën e fundit. An-Nur 2. Një nga cilësitë e Zotit është se ai i mbulon tëmetat dhe sharjet e robit. Por në rastin e tradhtisë bashkëtorë dhe ndëshkimit të këtij veprimi, thot: le ta shikojnë dënimin e tyre një grup besimtarësh. An-Nur 2. Profeti sallallahu alaihi wasallam tregon që një natë, teksa flinte, i shkojnë 2 vetë dhe i thonë: o Muhammed, eja me ne. U nisa me ta dhe pa pritur pash një furrë të madhe. Për aty dëgjoja zëra dhe ulurimat shumëta. Ka brenda dukeshin burra dhe gra të pambuluar. Ishin varur nga këmbët dhe zjarri i diqte nga pjesa e poshtme. Pyeta se kush ishin këta? Dhe ata më thanë: këto janë imoralet dhe partnerët e tyre. Kështu ndëshkohen në varr deri në ditën e Kiametit. Gjithë këto ajete dhe hadithe të cilat prezantojnë dhe dënojnë tradhtinë bashkëtorë janë tregues i rëndësisë që Islami kushton familjes. Në 3 vende me popullsi muslimane u bën një studim rreth numrit të martesave dhe shkurorzimeve brenda një viti. Rezultatet e këtij studimi ishin shumë therrëse dhe shokuese. Përqindja e studimit përfshin vitet nga 1995 deri 1997. Kështu, në vitin 1995 kishim 4295 lidhje martesore, kurse divorcet arritën në 1390 raste. Në vitin 1996 kishim 6275 lidhje martesore, kurse divorcet ishin 2100 raste. Në vitin 1997 kishim 6573 lidhje martesore, kurse divorcet ishin 2390 raste. Vallë, për ku është nisur ummeti musliman? Mbi kë bie kjo përgjegjësi? A nuk është përgjegjësi e secilit prej nesh diçka e tillë? Padyshim, diçka e tillë është përgjegjësi e secilit prej nesh. Është përgjegjësi e secilit prej atyre që do i dëgjojnë këto fjalë. Le të ulemi me njëri tjetrin dhe të diskutojmë mbi zgjidhjet e mundshme. Cili është shkaku i kësaj gjendje? Vallë, përse shumë çifte detyrohen të divorcohen dhe të braktisin jetën familjare? Përse po paksohet harmonia dhe mirëkuptimi në familje? Vallë, cili është çelësi që ka hapur gjithë këto probleme? Vallë, cili është ajo vlerë e cila nëse mungon në marrëdhëniet bashkëtorë, këto marrëdhënie shkojnë drejt divorcit dhe rënimit. Në një anketim bërë, një nga të intervistuarit mendonte se
dashuria dhe mëshira e ndërsjell mes dy bashkëshortëve është faktori kryesor në mbarvajtjen e një familje. Diçka të tillë, sipas të intervistuarit, e përmend edhe Zoti në Kur'an, ku thotë: duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. E Rum 21. Nëse humbet kjo dashuri dhe mëshirë, marrëdhëniet bashkëtorë shkojnë drejt rënimit dhe shkatërrimit. E sipas një intervistuari tjetër, është dashuria dhe besimi. Nëse këto dyja humbin në një lidhje bashkëtorë, familja merr tatapjetën. Në fakt, edhe unë dua të përqendrohem në këto dy pika. Janë pikërisht dashuria dhe mëshira, ata që garantojnë një jetë familjare dhe të ekuilibruar. Janë këto të dyja cilat nëse i hiqe një familje, çojnë në shpërbërjen dhe rënimin e saj. Nëse do të ekzistonte dashuria mes një çifti, padyshim që problemet ndryshme do të ketë, por puna nuk mund të arrijë në tradhti bashkëtorë dhe më pas në divorc. Vallë, çfarë e largon dashurinë nga jeta bashkëtorë? Kur disa njerëz u intervistuan dhe u pyetën mbi shkaqet që çojnë në humbjen e dashurisë mes bashkëshortëve, një grua tha: mendoj se është komunikimi dhe trajtimi i ashpër dhe i dhunshëm nga njëra palë. Një burr mendonte se është ignoranca dhe konceptet e gabuara rreth jetës bashkëtorë. Një grua tjetër mendonte si faktor të humbjes së dashurisë distancimin e njerëzve nga mësimet dhe udhëzimet e fesë. Nëse një burr nuk i respekton normat dhe ligjet fetare, do të jetojë në një shoqëri ku gjithçka është e lejuar. Kështu, atij jepet rasti të njihet me femra që janë më të bukura dhe më joshëse fizikisht se gruaja e tij. Kështu ai fillon të bëj krahasime mes femrës të bukur dhe joshse dhe gruas së tij, të cilën e ka çdo ditë në shtëpi. Një vajzë e re mendonte se një nga faktorët kryesor është egoizmi, ku secila palë nuk lëshon pe. Në fakt, gjithë këto mendime unë dua t'i përmbledh me një fjalë, cilën mendoj si shkakun e shumë problemeve dhe konflikteve familjare, si dhe shkakun kryesor të zbehjes dhe humbjes së dashurisë. Sipas mendimit tim, ky shkak dhe ky faktor që ndikon në shuarjen e dashurisë është keqkuptimet mes dy palëve. Dashuria do të shuhet në një jetë bashkëtorë nëse ne nuk kemi kritere dhe koncepte të qarta mbi bashkëshortin që nga përzgjedhja dhe deri pas martese. Në një sondazh të bërë në faqet e internetit, u pa që shumica e konflikteve dhe zënkave familjare rrjedhin nga keqkuptimet dhe konceptet e gabuara që kemi mbi rolin, misionin dhe detyrat e secilit nga bashkëshortët. Një nga pjesëmarrësit në këtë sondazh thot në emailin e dërguar: qëndruam të fejuar për një vit. Pas martese, gjeta një person krejt tjetër nga ajo që njihja dhe prisja të jetë. Problemi i këtij personi qëndron në konceptet e gabuara që ai ka mbi fejesën. Një person tjetër na shkruan që pasi lidhi kurorë me gruan e tij, ajo ju hap dhe i tregoi se para se të fejoheshin, ajo kishte pasur një lidhje ku kishin ndodhur gjëra të papëlqyeshme. Padyshim që edhe këtu kemi keqkuptime, pasi asnjëri prej tyre nuk kishte njohuri të bazë mbi mënyrën e trajtimit të problemeve. Asnjëri nuk kishte një vizion të qartë mbi të ardhmen. E një nën na shkruan: djalin jam përpjekur ta edukoj më së miri duke i siguruar gjithë kushtet. Së fundmi jam shokuar kur mësova se ai kishte një vit që drogohej. Edhe ky është një keqkuptim dhe mungesë informacioni mbi mënyrën se duhet ta trajtojë dhe të komunikojë
me adoleshentët në familje. Më anë kësaj teme dhe temave që do të pasojnë, ne synojmë të cilim koncepte të drejtë mbi jetën familjare dhe problemet që ato zgjidhin. Me këto tema ne synojmë që të korrigjojmë shumë koncepte të gabuara, cilat sipas meje janë shkaktari kryesor i shumë problemeve në familje. Ajo që kërkohet nga dëgjuesit është që këto koncepte të drejta dhe të korrigjuara t'i vëmë në jetë. Duke lexuar letra dhe emailat e dërguara në adresë elektronike, ne do të nxjerrim konceptet e gabuara që qëndrojnë pas këtyre problemeve dhe zgjidhjen e duhur. Për ta lehtësuar këtë, ne kemi ndarë jetën familjare në 15 faza, ku çdo fazë ka konceptet e saj. Këto faza janë: faza paramartesore, faza ku i riu e reja kërkojnë një bashkëshort apo bashkëshorte, fejesa, vënje e kurorës, muaji i mjaltit, viti i parë i martesës, shtatzania, lindja, mëkimi, edukimi deri në moshën 5 vjeçare, përzgjedhja e shkollës, edukimi nga 6 vjet deri në adoleshencë, trajtimi dhe komunikimi me një adoleshent, bashkëveprimi dhe komunikimi mes prindërve dhe fëmijëve deri në pjekuri, të rinj të gatshëm për të martuar, dhe këtu fillon rrethi të përsëritet sërish, dhe vazhdimësia e dashurisë mes çiftit edhe pas martese, lindjes fëmijëve dhe martesës atyre. Secila nga fazat e lartpërmendura ka probleme dhe konceptet e saj. Koncepti i parë është ai koncept i cili i përmbledh dhe i përfshin gjithë fazat e lartpërmendura. Mbi 60% e problemeve familjare burojnë nga keq kuptimi dhe injorimi i këtij koncepti. Një ndër shkaqet e humbjes së dashurisë në familje ka pikërisht këto koncept. Kur mungon ky koncept në jetën familjare, dashuria humbet, fillojnë zënkat, konfliktet, fëmijët nuk edukohen siç duhet, ndjekin rrugë të gabuar, fillojnë të përdorin drogën, alkoolin, duhanin. Ky koncept kaq i rëndësishëm është roli i secilit në familje. Nëse do të njihnim detyrat, misionin dhe prioritetet tona mirë, besoj se shumica e problemeve do të zgjidheshin vetvetiu. Ne duhet të dimë që të rendisim mirë detyrat dhe prioritetet tona. Kjo, pasi ka shumë prindër, të cilët shkojnë në emigrim, ku qëndrojnë me 10 vite për të siguruar jetesën e fëmijëve. Kur kthehen gjirin e familjes, përballen me një fakt tepër të hidhur. Tashmë fëmijët e kanë vështirë ta pranojnë si baba dhe pjesëtar të familjes. Gjatë gjithë këtyre viteve, ai është njohur dhe prezantuar si fabrika dhe burimi i të mirave materiale, por jo si edukues dhe prind. Të shumt janë ata prindër cilët vuajnë nga një fakt i tillë. Të shumt janë ata që nuk i dinë prioritetet dhe rolin kryesor që duhet të kenë familje. Ka prindër tjerë që edhe pse jetojnë pranë fëmijëve dhe në një qati me ta, ata u mungojnë fëmijëve tyre. Ata i gjenë gjatë gjithë kohës ose në punë ose me shoqëri. Janë të gatshëm të shpenzojnë shuma të mëdha për të siguruar fëmijëve kushtet e duhura për të mësuar, shkollën më të mirë, por nuk janë të gatshëm të qëndrojnë me fëmijët dhe t'i edukojnë ata. Vallë, cila është më primare në një jetë familjare? Puna, parat, kushtet apo familja dhe fëmijët? Dikush e shikon më primare dhe të leverditshme punën, parat, të ardhmen e ndritur, postin. Por kështu ky njeri fillon të humb familjen dhe gjën më të shtrenjtë. Çfarë është më primare dhe më e rëndësishme për ty o vëlla? O baba, o bashkëshort? Po për ty e motër, kush është më primare? Karriera, puna, arsimi, linjat e trupit apo edukimi i fëmijëve? Kë ke vendosur të jetë edukuesja e fëmijëve tu?
shërptoren e cila vjen kush e di nga ku, apo ke vendosur të jesh ti vet ajo që të kujdeset dhe të edukoj? Po për gatimin, ke vendosur të gatuash vet, apo të marrësh dikë tjetër të gatuaj? Një pyetje tjetër po kaq e rëndësishme është edhe kush është ai që i vendos dhe i përcakton prioritetet dhe konceptet? Mos është secili prej nesh. Mos janë eksperiencat njerëzore? Mos janë zakonet dhe traditat e vendit? Apo mos është vetë feja? Unë mendoj dhe jam i bindur që është kjo e fundit, pra feja. Me qëllim që ta vërtetojmë këtë, le të marrim dhe shqyrtojmë eksperiencat njerëzore. Fillimisht le të marrim sistemin komunist dhe konceptin e tij mbi familjen. Sipas komunizmit, partia dhe qeveria ishin alternativa më e mirë e familjes. Çifti i martuar në komunizëm shihej si një fabrikë që prodhon dhe lind fëmijë. Ishte partia dhe qeveria ajo që edukonte me frymën e përkatësisë komuniste. Ishte partia ajo që i edukonte me frymën e dashurisë dhe respektit për të. Sipas komunizmit, individi duhet ta dojë partinë më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe se vetë prindi, kjo do të çonte në shtimin e prodhimit. Rezultati i kësaj fryme, siç e dim, është rënja dhe dështimi i komunizmit përfundimisht. Roli dhe dashuria për prindërit dhe familjen të rësi nuk mund të zëvendësohet me dashurinë për partinë. Le të marrim një model tjetër, atë perëndimor. Për fat keq, perëndimi e anuloi rolin e gruas si nënë dhe bashkëshorte, duke kaluar në plan të dytë këtë rol. Roli kryesor të cilit i kushtoi rëndësi është ai kontributit në shoqëri, duke punuar. Meqense shoqëria perëndimore dhe ajo kapitaliste është materialiste, çdo individi duhet të punojë që të jetojë. Në këtë çështje janë të barabartë si burri dhe gruaja. Kushdo që dëshiron të jetojë, i duhet punoj. Mos thuaj që jam nënë dhe më duhet të edukoj fëmijë. Diçka e tillë është në plan dytë dhe diçka personale jotja. Mos thuaj që jam bashkëshorte dhe kam detyra kundrejt bashkëshortit. Kjo është në plan të dytë dhe ka të bëjë vetëm me ty. Për shoqërinë kapitaliste dhe atë perëndimore, kjo i femër duhet të punosh që të jetosh. Kjo e detyroi gruan që të dalë punoj me qëllim që të jetoj. Kështu, detyrimet familjare kaluan në plan dytë. Ajo u detyrua të punoj në gjithë sektorët. Punoj si shofere kamionësh, makiniste trenash, duke humbur feminitetin e saj, gjën më të bukur dhe më të shtrenjtë të saj. Meqense shoqëria perëndimore janë shoqëri materialiste, filloi të përhapi diçka akoma më e rrezikshme dhe e dëmshme për gruan. Filloi përdorimi i trupit të saj si reklam për shitjen e mallit. Kështu, çdo mall filloi të shoqërohej me foto femrash për të tërhequr konsumatorë. Edhe kutitë e shkrepsave shiten të shoqëruara me foto femrash. E roli i saj si nën, bashkëshorte, motër apo vajzë u anulua. Qëllimi kryesor për femrën tashmë është të vërtetoj aftësitë e saj për të mbajtur punën dhe detyrën që zë. Vallë, a është e lumtur gruaja perëndimore sot? Nuk është për të çuditur, por të shumta janë ato gra në perëndim, të cilat dëshirën më të madhe e kanë të kthehen sërish në shtëpi. Pas moshës 45 vjeçare, gruaja në perëndim ka humbur gjithçka. Kjo, pasi deri në këtë moshë ajo ka jetuar si një e dashur e dikujt, pa e përjetuar ndjenjat e nënës dhe bashkëshortes. Pas kësaj moshë ajo e ka të vështirë të bëhet nënë dhe gjej një bashkëshort që të kujdesë dhe ta dojë. Ku mund përfundoj një grua e braktisur në këtë formë? Çfarë vendi tjetër i ka mbetur përveç azilit pleqjve? Sa më e shtyrë të jetë moshë gruaja perëndimore, aq më shumë i paksohet roli, kontributi
vëmendja dhe respektin në shoqëri. E kundërta ndodh në një shoqëri muslimane. Sa më e shtyrë të jetë në moshë femra, aq më shumë i shtohen vlerat si nën. Sot, armiqt dhe kundërshtarët e Islamit e kanë përqendruar vëmendjen dhe luftën kundër kësaj feje në shkatërimin e familjes. Këtë përpiqen ta realizojnë duke minuar rolin edukativ të gruas në familje. Është pikërisht kjo ajo që ndodhi me gruan perëndimore dhe që mund të ndodhë edhe me gruan lindore dhe atë muslimane. Thirrje të tilla si përse duhet që ndrë gruaja 24 orë në ditë e mbyllur në shtëpi? Përse të jetë si mobile të shtëpisë, pa lëvizshme dhe pa kontribut të prekshëm? Përse duhet gatuar si një shërptore rëndomt? Përse duhet të mendoj thjesht për të ngopur pasionet dhe epshit e burrit saj? Këto dhe shumë shprehje të tillë minuan rolin e gruas në familje dhe e bindën të braktisë shtëpinë dhe dalë në shoqëri. Tashmë dala me shoqet, kafenet, diskot, puna, makijazhi janë më të rëndësishme se fëmijët, edukimi i tyre dhe rregulli i shtëpisë. Nëse has në kundërshtim nga i shoqi, ajo menjëherë kërkon divorcin. E më e keqja është se edhe burri nuk e ndjen më peshën e divorcit dhe menjëherë jep divorcin dhe familja shkatërrohet. Nëse gruaja do të ishte e ndërgjegjshme për rolin që ajo duhet të ketë, nëse ajo do të stimulohej dhe sensibilizohej që shpresa e vetme për edukimin e shoqërisë është ajo, nëse ajo do të ishte e ndërgjegjshme që ajo përbën gjysmën e shoqërisë dhe është ajo që edukon dhe gjysmën tjetër, nuk do të kishte rënë pre e këtyre thirrjeve. Roli i vërtetë i gruas në familje dhe në shoqëri. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: Ademi alayhis salam jetoi në xhenet i vetëm. Kjo bëri që ai të mërzitej. Kështu u krijua Hava nga një brinjë e tij, teksa ishte duke fjetur. Kur u zgjua dhe e pa për krah tij, e pyeti: "Kush je ti?" Ajo ja ktheu: "Jam një grua." Ademi alayhis salam pyeti: "Si quhen?" Hava u përgjigj: "Hava." Ademi pyeti përsëri: "Për si e krijuar?" "Për të qenë prehje për ty." Le të jetojmë disa çaste në hijen e komentit dhe analizës së këtij hadithi. Ajo që e bëri Ademin alayhis salam të mërzitej i vetëm në xhenet ishte mungesa e gruas së tij, Havës, e cila akoma nuk ishte krijuar. Edhe pse ajo nuk ishte krijuar akoma, Ademi alayhis salam e ndjente mungesën e saj. Kjo edhe pse jetonte në xhenet i rrethuar nga të gjithë të mirat. Hava u krijua nga brinja e Ademit alayhis salam me qëllim që ai të jetë i ndërgjegjshëm, që ajo është pjesë e tij. E përse u krijua teksa Ademi alayhis salam ishte duke fjetur? Me qëllim që Ademi alayhis salam të mos ndjente dhimbje, pasi u krijua nga brinja e tij. Kjo bëhej me qëllim që të mos e merrte inat për shkak të dhimbjes që ndjeu. Është natyrën e burrit që kur gjen dhimbje, inatoset dhe u rren shkakun e dhimbjes. E kundërta është me gruan. Sa më shumë dhimbje të ndjej, aq më shumë i shtohet dashuria. Prandaj, nëse i jep një burri një foshë të vogël, fillimisht ai luan me të. Me të filluar qaj, ai ja dorëzon menjëherë të nënës, pasi e ka vështirë ta mbajë dhe duroj. Ademi alayhis salam dhe çdo burr nuk e durojnë dhimbjen, kurse ti, o grua, po këtë dhimbje e shndron në mëshirë dhe mshuri. Gruaja është krijuar nga një brinjë e krahut të majt të kraharorit, brinjë e cila mbron zemrën nga goditjet e jashtme. Që ta mbrojë sa më mirë zemrën, kjo brinjë duhet të jetë e shtrembër. Me këtë shohim që qenja e kësaj brinje e shtrembër nuk është diçka e keqe, pasi vetëm në atë formë mund ta mbrojë zemrën. Kurse shtrembësia e gruas qëndron në atë se gruaja ka ndjenja më shumë se burri,
ndjenja të cilat në shumë raste sundojnë arsyen dhe logjikën. E ka krijuar Zoti në këtë formë me qëllim që t'i përshtatet misionit saj në edukimin e fëmijëve. Ademi a.s. u krijua nga dheu i tokës, kurse gruaja e tij Hava u krijua nga brinja e Ademit a.s. Secili prej tyre u krijua nga ajo pjesë dhe element me cilin do të merret gjatë jetës. Kështu, Ademi a.s. do të merret me tokën, do ta punoj, mbjell, me punishte, fabrika për të siguruar ushqim, kurse Hava do të merret me edukimin e fëmijëve dhe mbarvajtjen e shtëpisë. Padyshim që me këto që themi ne nuk jemi kundër faktit që gruaja të punojë. Diçka e tillë është e lejuar dhe e pranueshme në Islam, por me kusht që të mos shpërfill dhe neglizhojë rolin e saj kryesor, edukimin e brezave. Ty e motër dhe o nën, je krijuar për t'i falur njerëzimit dhe jetës mbi tokë dhe mshuri, dashuri dhe prehje që i mungon. Ky është roli kryesor dhe primar i gruas. Roli dhe misioni i dytë është sa ajo nxjerr dhe edukon brezat e ardhshëm. Është e veçantë që surën El-Qasas Zoti e fillon me ajetet. Ta, sin, mim. Këto janë vargjet e librit qartë. Ne do të tregojmë ty pjesë nga historia e Musait me faraonin, ashtu siç ka qenë me të vërtetë për njerëzit që besojnë. Me të vërtetë që faraoni madhështoi në tokë dhe banorët e saj i kishte përçarë në grupe. Disa prej tyre i përndiqte u avriste fëmijët meshkuj, ndërsa femrat u alinte gjallë. Ai ka qenë vërtet keqbërës, por vullneti ynë ishte që t'u jepnim mirësi atyre që qenë të shtypur në tokë, t'i bënim prijes e trashëgimtar, t'i forconim ata në tokë dhe t'u tregonim faraonit, Hamanit të ushtrisë së tyre atë prej së cilës ata friksoheshin. El-Qasas 1:6. Me njerë pas të ajeti, vjen ajeti tjetër. Kështu ne e frymëzuam nënën e Musait. Jepi gjinja ati, dhe kur të trembesh për sigurinë e ti, hidhen lumë, pa pasur frikë dhe as dëshpërim. Me siguri që ne do ta kthejmë ty atë dhe do ta bëjmë të dërguar. El-Qasas 7. E gjithë historia e Musait a.s. do të ketë zanafill një grua, një nënë e cila do ushqej dhe edukoj foshën e saj të vogël. Kështu roli dhe misioni i gruas mbi tokë është sigurimi dhe furnizimi me dashuri, dhëmshuri dhe mëshirë. Pash Zotin o i motër, vazhdoj këtë mision. Misioni i dytë është edukimi i brezave, dhe i treti është punoj, arsimohet e tjerë. Unë të lutem ty o i motër, që pasi të dëgjosh këto fjalë, ti kthesh misionit tënd më fisnik, ta zbatosh atë me bashkëshortin tënd, me prindërit, me fëmijët e tu. Padyshim kjo nuk do thotë që puna dhe kontributi në shoqëri nuk është i rëndësishëm për grua. Përkundrazi, ne e duam gruan që të jetë e suksesshme për gjithë aspektet e jetës. Por t'i referohemi jetë shkrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij, do gjejmë që i dërguari i Allahut u ngarkonte detyra dhe mision nga më të ndryshmet grave dhe muslimanëve të asaj kohe. Madhështia dhe vlerat e tua si grua qëndrojnë në ekuilibrin mes këtyre tre obligimeve dhe misioneve, mes dashurisë, edukimit të fëmijëve dhe kontributit në shoqëri. Nëse suksesi yt në shoqëri çon në dështimin e misionit tënd si bashortë dhe nën, do të ishte i mangët dhe i padobishëm. Po ti o vëlla, o bashort, o baba, a e din cili është misioni dhe roli yt që pritet prej teje? Mos mendon se ai kufizohet vetëm në sigurimin e të hollave për ushqim dhe arsimim. Vallë, si do të përgjigjeshe nëse dikush të pyet mbi edukimin e fëmijëve? Mos do thuaj që të gjithë fëmijët i ke arsimuar, madje kanë kryer dhe magjistraturën dhe doktoraturën. Mos do i thuash që ke me 10 vitin perëndim për të siguruar atyre kushtet e jetës dhe mundësinë për të arsimuar. Nëse do të përgjigjesh në këtë formë,
dije se ke probleme me radhiqjen e prioriteteve. Ajo që duhet të jetë më primare në rolin tënd si baba, nuk janë të hollat apo arsimimi. Jo. Ajo që duhet të marrë më shumë kohë dhe energji, duhet të jetë edukimi i tyre. Çfarë vlere do të kishte nëse fëmijët e tu janë doktor, por që marrin rushfete dhe janë korruptuar? Çfarë vlere ka që fëmijët e tu janë inxhinier, por që nuk janë të ndershëm dhe ndërtesat i ndërtojnë me cilësi shumë dobët? Roli dhe misioni yt kryesor në familje është edukimi dhe jo parat. Gjithçka tjetër duhet të jetë në funksion këtij misioni. Roli dhe misioni i dytë është që të lodhesh dhe të punosh me qëllim që të sigurosh kushtet e jetës dhe arsimimit. Një rol dhe mision tjetër shumë i rëndësishëm i bashkëshortit është që ashtu siç merr dashuri nga gruaja, edhe t'i jap asaj. Allah i Madhërisht në Kur'an rreth këtij fakti thot: ato janë mbulesë për ju dhe ju jeni mbulesë për to. Al-Baqara 187. Po të shohim në jetën bashkëshortore të profetit sallallahu alaihi wasallam, do të gjejmë që ai u falti dashuri dhe dëmshuri grave. Sa herë që thërriste Aishen apo ndonjë grua tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam i thërriste me përkthjelje. Ai ushqente gratë e tij me dorën e vet. Dhe sa herë që ndonjëra pinte ujë, profeti sallallahu alaihi wasallam e merrte gotën dhe pinte ujin e mbetur nga i njëjti vend ku kishte pirë gruaja e tij. Çdo javë profeti sallallahu alaihi wasallam i nxirrte gratë për shëtitur, edhe pse ishte i mbytur në punë dhe angazhimet e përditshme. Jo vetëm që i nxirrte në shëtitje, por edhe pranonte të dëfreshin dhe luanin duke bërë gara vrapi. Një herë kur profeti sallallahu alaihi wasallam bëri garë me Aishen, ajo ja kaloi, tregon Aisha. Gjatë asaj jave profeti sallallahu alaihi wasallam më furnizonte me ushqim dhe mish duke më nxitur që të haja, dhe unë nuk e kuptoja pse e bën kët. Javën tjetër, kur dolëm në shëtitje, ai kërkoi që të bëjmë përsëri garë vrapi dhe ma kaloi. Atëherë më tha: tani jemi baras. Vetëm atëherë kuptova që ai më kishte ushqyer mirë gjatë asaj jave me qëllim që unë të rëndohem dhe të ma kaloj. Tregojnë gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte shumë shakaxhi në shtëpi. Ai ule dhe bisedonte me orë të tëra me gratë e tij dhe nuk mërzitej. Vetë Aisha tregon që bisedonte me profetin sallallahu alaihi wasallam rreth historive të ndodhura më parë dhe ai e dëgjonte me vëmendje. Njëra Aisha e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam: si e përshuan dashurinë tënde për mua, o i dërguar i Zotit? E profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: si nyjen e litarit. Tregon Aisha: pas disa kohësh e pyeta sërish: si është nyja, o i dërguar i Zotit? Ai më tha: si ka qenë, ashtu është. Njëherë Amr ibn al-As e pyeti: kush është njeriu që do më shumë, o i dërguar i Zotit? Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: është Aisha, gruaja ime. Abdullah ibn Abbas është nga figurat më të ndritura të brezit sahabëve. Njëre pan duke u rregulluar dhe zbukuruar, dikush e pyeti: mos kërkon të martohesh o Ibn Abbas? Ai tha: jo. Pyetësi e pyeti përsëri: po përse po zbukurohesh dhe hijeshohesh kështu? Ibn Abbas i tha: po zbukurohem pasi do të shkoj në shtëpi. Unë dua që gruaja të më shoh të hijshëm dhe zbukuruar, ashtu siç dua ta shoh të bukur dhe të zbukuruar. Njëherë një dietar ndodhi në zyrën e ministrit të vakëfeve të një shteti musliman. Në çast bie zilja e telefonit dhe ministri e ngre dhe përgjigjet: po, o zemra ime, çfarë dëshiron? Dietari mbeti i shtangur dhe gjithë habi e pyeti ministrin: me kë po flisja ashtu? Ministri tha: me gruan time. Dietari e pyeti: po pse kështu flet gjithmonë me gruan tënde? Ministri tha: për Zotin nuk flas vetëm në këtë formë me gruan time. Në njërë dietari nxori telefonin e tij dhe i telefonoi të shoqes. Me tu përgjigjur shoqja, ai ja ktheu:
ku je o shpirti im? E shoqi u përgjigji befasuar: a e din se me kë po flet? Ai ishte mësuar që i shoqi të flas me fjalë të zakonshme apo edhe të ashpra. Kështu, misioni dhe roli kryesor i babait në shtëpi është edukimi i fëmijëve. Të jetë burimi i dashurisë dhe mshurisë për bashkëshorten dhe fëmijët dhe sigurimi i shpenzimeve. Ne do të përmendim një histori dashurie e cila ka vazhduar e pacenuar edhe pse ka kaluar shumë probleme. Ajo është një histori dashurie e cila i mungon çdo familje të sotme. Ajo është historia e Zenebes, vajzës së Profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe Ebul As ibn Rabia. Ebul As ibn Rabia rrithë nga paria dhe figurat më të shuara të Kureshëve dhe kishte marrëdhënie shumë të mira me Profetin sallallahu alaihi wasallam para se t'i shpallej zbulesa hyjnore. Duke pasur parasysh marrëdhëniet e tij me Profetin sallallahu alaihi wasallam, ai kërkoi dorën Zenebes. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: nuk të premtoj derisa të marr mendimin e Zenebes. Kështu, Profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi te vajza e tij Zenebe dhe i tha: Ebul As ibn Rabia ka kërkuar dorën tënde. A e pranon si bashortin tënd? Zenebi u skuq fytyrë dhe buzëqeshi. Kështu u martua Ebul As ibn Rabia me vajzën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe nga kjo martesë u lindën 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë, Ali dhe Umame. Jeta e tyre bashkërtore ishte e lumtur dhe ishin shumë të lidhur me njëri tjetrin. Edhe pse ishin shumë të lidhur dhe e donin njëri tjetrin shumë, u ndodhi një problem madhështor, i cili është shumë më i rëndë se shumë probleme që ndodhin me bashkëshorteve të sotme. Ajo që ndodhi është se Profeti sallallahu alaihi wasallam i u shpall zbulesa hyjnore dhe tashmë ishte i dërguar i Zotit. Gjatë kësaj kohe, Ebul As ibn Rabia ndodhi në udhëtim. Me tu kthyer nga udhëtimi, gjeti që gruaja e tij kishte braktisur besimin e vjetër dhe ishte konvertuar në muslimane. Gjatë rrugës për në shtëpi, njerëzit i kishin treguar Ebul As ibn Rabias mbi atë që kishte ndodhur dhe që i vjehri pretendonte se ishte profet i dërguar nga Zoti. Me të hyrë në shtëpi, gruaja e tij i tha: kam një lajm shumë të rëndësishëm. Ebul As u largua duke i injoruar. Befasuar ajo i u vu pas dhe duke i rrufyer gjithçka kishte ndodhur me Profetin sallallahu alaihi wasallam. Në fund i tregoi edhe faktin që ajo tashmë ishte muslimane. Ebul As i tha: pse nuk më pyete mua fillimisht? Zenebi tha: unë nuk mund të përgënjeshtroj baban tim. Ai kurse si nuk mund të jetë gënjeshtar, ai është fjalë drejt i besueshmi. Nuk jam unë vetëm që e kam bërë këtë. Bashkë me mua kam pranuar Islamin edhe nëna ime, vëllezri, xhaxhai im Ali ibn Abi Talibi, vetë kushëriri yt Uthmani ibn Affani dhe miku yt Ebu Bekri. Ebul As i tha: kurse unë nuk pranoj të bëhem musliman. Nuk dua që njerëzit thonë braktisi popullin dhe besimin e të parave ti për t'i bërë qefin gruas. Pas pak i tha: prandaj, a e vlerëson këtë situatë ku ndodhem dhe më arsyeton? Edhe pse ishte jo musliman, ai i drejtoi me këto fjalë të buta shoqes. Dhe Zenebia ktheu: e kush tjetër do të arsyetoj nëse nuk të arsyetoj unë? Unë jam bashortja jote dhe do të përkrah në rrugën e drejtë derisa ta arrish atë. Ajo e duroi të shoqin për 20 vite më radhë, ka që martesa e një muslimani me një jo musliman akoma nuk ishte ndaluar. Ajo vazhdoi si muslimane dhe i shoqi vazhdoi jetën e tij si jo musliman. Kur Profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëroi muslimanët të emigrojnë për në Medinë, Zenebia shkoi dhe i tha: o i dërguar i Zotit, a më lejon që të qëndroj me bashortin tim dhe të mos emigroj bashkë me muslimanët tjerë? Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: qëndro me bashortin dhe fëmijët e tu. Zenebia qëndroi në Mekke me bashortin e saj dhe fëmijët deri kur ndodhi betejë e Bedrit. Bashorti i saj, Ebul As ibn Rabia, kishte vendosur të marrë pjesë në këtë betejë dhe të luftonte bashkë me Kureshët kundër vjehrit të tij, Profetit sallallahu alaihi wasallam.
që para se ndodh kjo betejë, Zenebia lutej me përgjërim: "O Zot, më ruaj nga ajo ditë ku fëmijët e mi do të mbesin jetim ose do të vdes babai im." Ebul As ibn Rabia mori pjesë në betejën e Bedrit, luftoi kundër muslimanëve dhe në fund u kap rop për tyre. Kur ushtria e Kureshëve u kthye në Mekë, Zenebia doli para dhe i pyeti: "Çfarë ndodhi me baban tim?" Ata i thanë: "Muslimanët fituan." Zenebia pasi ranë sejdë si shenjë falënderimi për Zotin, pyeti sërish: "Po burri im ku është?" Ata u përgjigjen: "Është zënë në rop nga i vjehri." Zenebia tha: "Do të jem unë ajo që do e liroj me pasurinë time." Gjithë familjet e robërve të tjerë dërguan të hollat e mjaftueshme për të liruar të afërmit e tyre. Zenebia, me qenë se nuk i posedonte të hollat e mjaftueshme, hoqi varësën e qafës, cilën i kishte dhuruar nëna, Khadixheja, dhe dërgoi me kunatin e saj, Amr ibn Rabia. Profeti sallallahu alaihi wasallam i lironte robërit kur familjarët e tyre paguanin shumën e caktuar. Kur i erdhi varësja e mbështjellë me një pëlhur, ai pyeti: "Për cilin rob është kjo?" Të pranishmit i thanë: "Është për Ebul As ibn Rabia." Me të hapur, profeti sallallahu alaihi wasallam filluan të rrjedhin lot. Me lot në sy ai tha: "Kjo është varësja e Khadixhes." Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam qëndroi në mes të muslimanëve dhe u tha: "O njerëz, Ebul As ibn Rabia është dhëndri im dhe prej tij nuk më ka ardhur gjë e keqe. Si dhëndër, prej tij kam pasur vetëm të mira. Prandaj, a është e mundur që ta lëm të lirë dhe varësen t'ja kthejmë vajzës time Zenebes?" Muslimanët i thanë: "Po, o i dërguari i Zotit." Profeti sallallahu alaihi wasallam ja zgjati Ebul Asit varësen dhe i tha: "I thua Zenebes ta respektoj më shumë varësen e Khadixhes." E më pas i tha: "O Ebul As, a mundem të të them diçka më njanë?" Pasi ai pranoi, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Ebul As, Zoti më ka urdhëruar që çdo musliman e martuar me një jo musliman duhet të shkurrëzohet. Prandaj, a pranon të ma kthesh vajzën time?" Ebul As ibn Rabia i tha: "Po." Kur Zenebia dëgjoi se i shoqi po kthehej nga Medina, doli dhe e priti jashtë Mekës. Me të takuar me të, Ebul As i tha: "Duhet të largohesh." Zenebia pyeti: "Ku të shkoj?" Ebul As i tha: "Do të bashkohesh me baban tënd." "Po pse?" e pyeti ai gjithë habi. Ebul As i tha: "Feja jote urdhëron që unë dhe ti të shkurrëzohemi, prandaj kthehu te babai yt." Zenebia i tha: "A pranon të më shoqërosh mua dhe të bëhesh musliman?" Ebul As i tha: "Jo." Kështu, Zenebia mori 2 fëmijët e saj dhe u nis për në Medinë. Me të arritur atje, shumë burra kërkuan dorën e saj, por ajo i refuzoi gjithë. Edhe pse kaluan 6 vite, ajo akoma shpresonte që burri i saj do ta pranonte Islamin dhe do të bashkoheshin sërish në një familje. 2 qytetet ishin larg njëri tjetrit. Ishte Ebul As ai që ishte kokfort dhe në gabim. Zenebia e kishte kërkuar shumë burra për të martuar, gjithatë ajo akoma e ruante dashurinë për Ebul Asin. Pas 6 vitesh ndarje, Ebul Asi niset me një karvan nga Meka për në Sham. Gjatë rrugës, karvani i tij sulmohet nga një grup të rinj musliman, cilët kërkuan të merrnin pasuritë që Kureshët u kishin rrëmbyer dhe plaçkitur muslimanëve në Mekë. Ebul Asi arriti të shpëtoj këtyre të rinjve dhe u arratis. Muslimanët ju vun pas, por nuk e arritën dot pasi ai u fsheh në Medinë. Fjalës se Ebul Asi ishte fshehur në Medinë filluan të përhapen dhe gjithë u vunë në kërkim të tij. Ebul As ibn Rabia shkoi te shtëpia e ish gruas tij dhe trokiti nder. Kjo ndodhte pak para ezanit sabahut. Kur Zenebia hapi derën, mbeti i shtangur kur pat shoqin e saj në kamp. Habitur e pyeti: "A ke ardhur si musliman?" Ebul Asi i tha: "Jo, jam i përndjekur." Dhe i tregoi gjithçka kishte ndodhur. Zenebia i tha: "A pranon bëhesh musliman?" I tha: "Jo."
Mos ki frikë, je i mirëpritur në shtëpinë time, o baba i fëmijëve të mi. Duke qartë që fjalët e ashpra dhe qortuese nuk ishin pjesë e fjalorit tyre bashkëtor. Motoja e tyre ishte mos i harroni vlerat e njëri tjetrit. Al-Baqara 237. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët falën namazin e sabahut, dëgjuan një zë të mekur nga fundi i xhamisë që thoshte: Ebul As ibn Rabia është në mbrojtjen time. Profeti sallallahu alaihi wasallam u kthye nga muslimanët dhe u tha: A e dëgjoni atë që dëgjoj unë? Njerëzit u përgjigjen: Po, i dërguari i Zotit. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Për Zotin unë nuk di se ç'po ndodh. Më pas Zenebia u drejtua babait me fjalët: O i dërguari i Zotit, si i largët Ebul Asi është kushëriri im, djali tezës, kurse si afërt ai është babai i fëmijëve të mi. Kështu unë e kam marrë në mbrojtjen time. Profeti sallallahu alaihi wasallam u ngrit në këmbë, foli muslimanëve me fjalët: O ju njerëz, ka ky person nuk kam parë asnjë të keqe si dhëndër. Ai ka qenë i sinqert në ato që më ka thënë. Sa herë më ka premtuar diçka e ka mbajtur fjalën. Unë kërkoj që brenda mundësive t'i kthehet pasuria dhe të lejohet të kthehet në shtëpinë e tij. Por nëse refuzoni, kjo është e drejta juaj, për cilën nuk u fajsoj. Këto fjalë i thoshte vjehri për dhëndrin e tij kundërshtar në fe, madje që kishte luftuar në betejën e Bedrit. Këto fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam u drejtojmë gjithë prindërve, fëmijëve, bashortëve, me qëllim që ta mëshirojnë njëri tjetrin. Gjithë njerëzit që ndodheshin në xhami i thanë: Do t'ja kthejmë pasurinë që është marrë, o i dërguari i Zotit. Dhe të gjithë shkuan në shtëpi për cilë pasuritë që ishin marrë Ebul As ibn Rabias. Kur i pa i dërguari i Zotit me mallrat nduar, u ngrit në këmbë dhe u tha: O Zenebe, personi që është në mbrojtjen tënde është edhe në mbrojtjen tonë. Më pas shkoi te shtëpia e Zenebes dhe i tha: O Zenebe, nderoje, pasi është kushëriri yt dhe babai i fëmijëve tu, por mos prano të të prek, pasi nuk të lejohet. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam u largua, Zenebia hyri brenda dhe i tha Ebul As ibn Rabias: O Ebul As, a ka që lehtë të duket ndarja me ne? Përse nuk pranon Islamin dhe të qëndrosh me ne? Ebul As ibn Rabia ktheu: Jo. Më pas ai mori gjithë pasuritë që muslimanët ja kishin marrë gjatë sulmit të karvanit dhe u kthye në Mekë. Me të arritur atje, ai mblodhi gjithë ata që i kishin dhënë pasuri për të bërë tregti dhe u tha: O njerëz, këto janë pasuritë tuaja. A doni gjë tjetër? Ata i thanë: Jo, ti e ke mbajtur fjalën e dhënë. Atëherë Ebul Asi u tha: Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut fuqiplot, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Për Zotin, nuk kam pranuar të përqafoj Islamin derisa t'ju kthej pasuritë. Pas kësaj ndodhie, ai u nis menjëherë për Medinë. Kur rritin mëngjes herët, pas namazit sabahut, xhamia pushtohej nga një heshtje, pasi gjithë muslimanët përmendin Zotin. Në momentin që profeti sallallahu alaihi wasallam dha selam dhe gjithë filluan të përkujtojnë Zotin në heshtje, u dëgjua një zë nga fundi i xhamisë që thoshte: O i dërguari i Zotit, dje më more në mbrojtje, kurse sot kam ardhur të të them që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se ti je i dërguari i tij. Të gjithë xhamia u fshatiu nga thirrjet Allahu Akbar, Zoti është më i madh. Më pas Ebul As ibn Rabia i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Zotit, a më lejon të kthehim te Zenebia? Profeti sallallahu alaihi wasallam e kapi për supi dhe i tha: Eja me mua. Të dy shkuan te shtëpia ku banonte Zenebia dhe i dërguari i Zotit trokiti nder. Pasi doli Zenebia, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: O Zenebe, djali i tezës tënde më erdhi dhe më kërkoi leje që u bashkoj sërish. A e pranon ti si bashkëshort? Zenebia u skuq fytyrë dhe buzëqeshi. Me gjithë arsyet e shumta dhe të forta për ta prishur këtë martesë, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e bëri. Me gjithë arsyet e forta për t'u ndarë nga i shoqi i saj, Zenebia nuk e bëri këtë. Kjo tregon për kushtimin ndaj familjes nga ana e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve të parë. Në historinë e këtij çifti,
Zenebës dhe Ebul As ibn Rabias, një musliman gjen modelin dhe shembullin më të mirë për lidhje bashkëtorë. Një veçantë tjetër në këtë histori është se një vit më pas Zenebja ndron jetë. E bashorti i saj, Ebul As ibn Rabia, e qau dhe u hidhurua shumë nga kjo ndarje. Sa që ishte i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, ai që e qetësonte dhe ngushëllonte duke i thënë: "Duro, o Ebul As." Kurse Ebul As ja ktheu: "Për Zotin o i dërguari i Allahut, e kam të vështirë jetën pa Zenebe." Bashkëkohësit e tij tregojnë se e merrte vajzën e tij Fatimen dhe duke përqafuar thoshte: "Ti më kujton Zeneben, o bia ime." Ata tregojnë se për shkak të hidhërimit për vdekjen e Zenebes, edhe ai vdiq pas një viti nga vdekja e saj. Një histori tjetër që tregon kujdesin e profetit sallallahu alaihi wasallam tregonte për ndjenjat e bashkëshorteve, është edhe rasti kur ai kthehej nga një betejë me ushtrinë muslimane. Teksa ishin afruar në Medinë, profeti sallallahu alaihi wasallam vëre që një nga shokët e tij kishte mbetur prapa ushtrisë. Ai ishte Xhabir ibn Abdullah, babai i cili vdiq në Uhud duke lënë pas 9 vajza. Profeti sallallahu alaihi wasallam e la ushtrinë të vazhdojë udhëtimin dhe e priti Xhabirin. Kur afrua e pyeti: "Çfarë kjo, Xhabir?" Xhabiri ja ktheu: "Devja i dërguari i Zotit." "Çfarë ka devja?" pyeti profeti sallallahu alaihi wasallam. "Është e dobët," u përgjigj Xhabiri. Profeti sallallahu alaihi wasallam e kuptoi që kjo ishte për shkak se ishte i dobët ekonomikisht. Më pas e pyeti përsëri: "A je martuar o Xhabir?" "Po, o i dërguari i Zotit," i tha Xhabiri. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "A me një vajzë të pamartuar më parë o Xhabir?" Xhabiri ja ktheu: "Jo, o i dërguari i Zotit, pasi ishte martuar me një grua dve." Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Po pse o Xhabir?" Xhabiri ja ktheu: "Babai im vdiq dhe më la 9 motra në shtëpi. Prandaj desha të martohem me një grua që të shërbej." Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Xhabir, ne nuk do të hyjmë në Medinë derisa gruaja jote ta marrë vesh që po vjen dhe të përgatis jastëkët dhe shtratin për ty." Gruaja e Xhabirit kishte 9 vajza për cilat kujdesej. Nëse burri i saj do të vinte pa pritur, do ta gjente të mbytur në punë dhe të papërgatitur. Profeti sallallahu alaihi wasallam dëshironte që takimin mes burrit, që për një muaj kishte qenë jashtë shtëpisë, dhe gruas së tij të ishte një takim i bukur dhe romantik. Edhe pse ishte profet dhe po kthehej nga një betejë rrezikapitse, ai interesohej për lumturinë bashkëtorë. Autori i tekstit Amr Khalid. Përshtatje dhe lexoi Kenan Ismaili. Ilustrimi artistik Bekim Abdurrahmani. Realizoi produksioni M7.